Mëngjesin e ftohtë të Janinës, mbi sipërfaqen e qetë të liçenit, shtrihet një mjegull i dendur, si një qefin i bardhë që mbulon kujtimet i një epoke të ashpër. Palët lëkunden lehtë, ndërsa zogjtë e pyllit fluturojnë mbi ujin e heshtur, sikur të kërkojnë ende gjurmët e një historie të paharrueshme. Edhe të qetësi të zymt, fillon rrëfimi një njeriu që ndryshoi fatin e Ballkanit. Një burr që lindi në një Shqipëri të ndarë, u ngrit mbi fiset, mbi kundërshtarët, mbi intrigat, dhe për pak desh ndërtoi një shtet të vetë. Emri i tij ishte Alipash Tepelena. Për miqt, gjeni i politikës, për armiqt, tiran i pamëshirshëm, për të huajt, fundimtari më i çuditshëm që kishin parë ndonjëherë. Lindi në një familje fisnike, por e rënë në varfëri. Jati vdiq herët, nëna e tij, Çamko, që në legjendat përshkruhet si e fortë e krenare. Mësoi Aliun të mos i merrte kur gjërat si të dhëna. Thonë se ajo i përsëriste shpesh, në këtë botë asgjë s'të jep, çdo gjë merret. Duke u rritur mes grabicëve malor dhe kryengritjeve të vogla, Aliu nxori artin e aleancës dhe të dhunës. Deri në moshën 30 vjeçare, ai kishte bërë atë që shumë të tjerë nuk e bënin dot për jetën e tyre. Ishte ngritur një ushtri të vetën, ishte marrë mbështetjen e portës dhe ishte bërë pashaj i Janinës. Nga ky moment, fuqia e tij u rrit me shpejtësi maramense. Ai ndërtoi rrugë, ura, fortifikime, ngriti ekonomi, hapi qendra tregtare dhe mbajti marrëdhënie me Francën, Britaninë dhe Rusinë. Evropa e shekullit të 19 e njihte emrin e tij, po aq sa të sultan. Por pushteti, kur rrites shumë, fillon e rëndon mbi ata që e kanë dhënë, dhe porta e lartë. E kuptoi se Aliu nuk ishte më vasal, por rival. Në Stamboll, Sultan Mahmud II mendonte për reformë. Ai donte të hiqte jeniçerët, të qendërzonte shtetin, të kontrollonte provincën. Por një njeri si Ali Pasha ishte pengesa më e madhe. Nisën thashë temet, intrigat, letrat e fshehta, akuzat për tradhtim. Vendet e huaja nxisnin Aliun dhe shkëputej drejt e nga perandoria. I shkonte drejt një përplasje të pashmangshme. Në vitin 1820, porta mori vendimin fatal. Ali Pasha shpallet armik i perandorisë osmane. Në të njëjtën kohë, ushtria osmane marshuan drejt Janinës. Lufta kishte filluar. Rrethimi i Janinës ishte ndër më të gjatët e asaj kohe. Të shtjellat e tij vinin një nga një. Shteti që kishte ndërtuar me aq mund, po shëmbej para syve të tij. Por Aliu nuk e njihte fjalën dorëzim. Ai luftoi me çdo mjet, me diplomaci, me armë, me shpinë, me kërcënime. Shumë nga gjeneralët e tij e braktisën, të tjerët i dërguan fshehura xilajmet të porta. Aleatët e huaj, të trembur nga revolucioni grek që shpërtheu në të njëjtën periudhë, nuk e mbështetën më. Në dhjetor të vitit 1821, Aliu e kuptoi se rrethimi ishte mbyllur. E vetmja rrugë shpëtimi ishte ishulli i Janinës. Në manastirin e Shën Pantalemonit, Aliu qëndroi me një grush luftëtarësh besnik. Ishte dimër, shiu dhe bora përgjasnin me gjendjen e tij shpirtërore, i lodhur, i mashuar, por ende krenar. Ai nuk pranonte të dorëzojë sultanit si tradhtar. Dërgoi letra me kërkesën e fundit. Të më hiqet turpi, pastaj dorëzohen. Por porta tashmë kishte vendosur. Aliu duhej zhdukur, jo falur. Rreth manastirit, ushtarët osman prisnin në heshtje. Tensioni rritej çdo ditë. Në mbrëmje, Aliu ecste nëpër korridorët e ftohta,
mbështetur në shpatën e tij. E dinte se fundi ishte pranë, por nuk e priste ulur. Po 5 shkurt 1822. Një delegacion osman mbërriti në ishull duke sjellë një mesazh paqësor. Porta është gati të negociojë, i than Aliut. I vendosi të hyjë në dhomën e bisedimit. Dhoma ishte e vogël, ndriçuar pak. Aty e priste fundi. Sapo ul, një nga ushtarët osman ngriti armën, pastaj një tjetër dhe një tjetër. Shtënët shpërthyen në dhomën e qetë të manastirit. Lumbat e goditën Aliun, i cili ra ngadalë, duke u kapur pas tavolinës. Në fytyrën e tij ishte shkruar një shprehje e fundit, jo frikë, por mbledh, zhgënjim dhe krenari. Urdhri ishte i qartë, i pritet koka. Koka e Lipashës. U vendos në një tabakar gjend dhe u dërgua në Stamboll. Aty, përpara portës së pallatit, u ekspozua si shenjë e triumfit të sultanit. Me vdekjen e tij, përfundoi një epokë autonomisë shqiptare, por nisi një tjetër, epoka e lëvizjeve kombëtare. Evropa e përshkroi vdekjen e tij si fundin e një Tiranie romantike, ndërsa populli shqiptar e ruajti kujtimin e tij si një burr të fortë, sundimtar, që sfidoi një perandori të tërë. Ali Pasha mbetet figurë kontradiktore, i ashpër por i drejtë, mizor por reformator, tiran, por edhe njëri që punoi për forcimin e vendit të tij. Liçeni Janinës sot ende pasqyron emrin e tij. Dhe kur e revalzon sipërfaqen e ujit, duket sikur sjell zërin e tij, zërin e Pashait, që nuk u përkul kur. Unë Ali Tepelena nuk u dorëzova.